Atëherë dashur, u rikthyem studio për vijuar bisedën me Blerim Shaqirin që kam sot vjen këtu, kam nderin ta kem këtu në cilësinë e organizatorit të Global Digital City në Maqedoninë e Veriut tashmë. Përshëndetje Blerim, shumë kënaqësi të të kem sot në emision. Shumë falënderes për ftesën edhe juve dhe televizionit. Është kënaqësi të jemi këtu. Atëherë po na vjen Global Digital City në Tetov, pak a shumë në fund të shkurtit me datat 25 dhe 26, apo jo? Po. E zbulojmë pak fillimisht ndoshta më në detaje se çfarë është faktikisht si konferencë, si organizim, pastaj vazhdojmë përtesë tutje. Po, Global Digital City është një event, është një, domethënë, organizim i cili vjen për herë të parë në Maqedoni, ndërkohë zanafillën e ka në shtetet tjera të Ballkanit dhe Europës, duke filluar nga Shqipëria, Bosnia e kështu me radhë dhe shtetet europiane, për arsye se Global Digital City organizohet në kuadër të gjithësisht organizatori i kësaj është ABSL, është organizata e cila ka për synim dhe qëllim që të nxjisë zhvillimin ekonomik mes kompanive të cilët merren me outsourcing services, domethënë me shërbime të cilët kryhen përmes teknologjive të internetit, teknologjive të IT-s, duke inkuadruar edhe AI e kështu me radhë. Global Digital City për herë të parë do të zhvillohet dhe do mbahet në Tetov në datat 26-27 shkurt në lokacionin e Universitetit të Evropës Juglindore, që ne gjithë e njohim si Shtuli. Dhe këto 2 ditë do ketë shumë kompani të cilët të merren me zhvillimin e teknologjisë IT, gjithashtu edhe kompani tjera që merren me shërbime të ndryshme, outsourcing, dhe do ketë, do thonë, eventi do të organizohet në 2 module të themi, me dy qëllime, bashkimi apo ofrimi i ofertës dhe kërkesës e cila aktualisht është shumë dinamike, sa i përket bashkëpunimit në sferën IT-s mes kompanive botërore, europiane dhe kompanive lokale që kemi këtu. Dhe njëri tjetri modul do jetë, domethënë, ose theksi tjetër do jetë mundësia e punësimit të rinjve që janë profesionistë, duke filluar nga studentët dhe persona tjerë që kanë aftësi dhe eksperjenca të ndryshme në fushën e IT-s, po pse jo edhe në fusha tjera, domethënë, që japin shërbime të ndryshme për kompani të ndryshme, dhe do zhvillohet në një formë që do ketë pak edhe karakter të panajirit të karrierës, ku kompanitë të ndryshme do vinë aty, do kenë mundësi që të prezentohen me projektet e tyre dhe veprimtarinë e tyre, dhe në ndërkohë do ketë studentë të interesuar, për shembull, që mund ta gjejnë veten, mund të jenë kapacitet i arshëm i një kompanie të tillë. Gjithashtu do ketë hapësirë ku kompanitë mes vetet mund të lidhin kontrata të reja, po të kapin punë të reja, po të zhvillin diçka të re. Domethënë është një tip eventi i cili ofron edhe partneritetin midis kompanive të ndryshme që janë në këtë fushë, po edhe për rritjen e kapaciteteve, domethënë rekrutime të ndryshme të reja. Do mblidhen liderët e kompanive, domethënë udhëheqësit e kompanive, do t'i takojnë kompani tjera dhe do t'i takojnë gjithashtu edhe studentët apo profesionistët e interesuar për ato. Le të themi punonjës potencial. Punonjës potencial, forcë punëtore potenciale në sferën e outsourcing, domethënë sferën e shërbimeve të cilët bëhen përmes teknologjisë informative. Po flasim për fushën e IT-s, gjithsesi po thuaj që ka dhe fusha të tjera. Janë gjithsesi kryesisht flasim për botën digjitale, apo jo, për botën e teknologjisë? Theksi është ke bota digjitale, për arsye se tash gjithë kompanitë, gjithë bizneset po tentojnë nga digitalizimi, sepse ajo është e ardhmja normalisht. Edhe me anë të digitalizimit lindën pyetja, ndonjëherë njerëzit thonë se digitalizimi do na i zë vendet e punës. Pastaj në anën tjetër nuk do të thonë që është ashtu, se digitalizimi duhet përdorur nga dikush, që do të thotë se ti duhet të mësosh si ta përdorësh mjetin digjital apo teknologjinë e avancuar, që ti pastaj do të thonë të përparosh. Ideja e digitalizimit nuk është që të automatizohen proceset dhe mos ketë njerëz në punë, po ideja është që të bëhet efikase, të rritet eficienca
që pastaj njerëzit profesional që përdorin atë, domethënë të mund të sjellin më shumë rendiment për kompani. Dhe qëllimi i gjithë kësaj është se organizata ABSL është organizatë e cila është organizatë europiane. Burimin e vetë piknisjen e ka në Poloni në vitin 2004, atje është themeluar. Pastaj është shtrinë gjitha shtetet tjera të Europës, Gjermania, Franca, Luksemburgu e kështu me radhë. Tashi qendrën kryesore headquarters i ka në Bruxelles. Është shtrirë në Ballkan, duke filluar nga Bosnia, nga Shqipëria, Kosova, Malizi, Serbia dhe në fund Maqedonia. Ne jemi shteti i fundit që jemi kyçur, shteti i Ballkanit i fundit që jemi kyçur në këtë jetë. Pastaj kemi tentativa, domethënë, për tash jemi negociata për hapjen në lindjet e mesme, siç është Dubai, Katari, edhe po shohim për mundësi për Indi. Qëllimi i organizatës është theksi veçantë është domethënë terjetizimi, duke vënë duke dhënë përparësi kompanive domethënë që kanë shërbime të teknologjisë informative. Gjithashtu edhe shërbime tjera konsulence, domethënë nuk është e limituar vetëm për kompanitë IT-s. Gjithashtu ka dhe kompani tjera që kyçen, domethënë për arsye se kur bën këto eventet në formë të panaireve të themi, aty ke shumë kompani të cilët japin shërbime të ndryshme dhe organizata ka për qëllim ta bëjë rjetizimin, gjithsesi ta ofrojë tregun më afër, pa pasur nevojë që ti të thosh në Gjermani dhe të kërkosh klient apo të bashkëbisedosh me ata kështu me radhë, është shumë e rëndë, nuk është e kollajshme, edhe pse gjithë informatat i kemi në internet, po sa efikase janë ata. Ndërkohë, organizata jonë e mundëson këtë lloj rjetizimi dhe efikasitetin e rrit në një nivel shumë të lartë, ku aty domethënë takohen oferta me kërkesën në mënyrë shumë proaktive. Nuk është një organizatë klasike e rjetizimit, se ka shumë organizata klasike të atij lloji, që e kemi një listë me kontakte dhe ne i kontaktojmë vetë. Organizata jonë e luan rolin e ndërmjetësuesit, domethënë nëse një kompani të Maqedonisë bën një shërbim apo ofron një shërbim të caktuar dhe i nevojitet një klient në themin Zvicër ose në Gjermani, përmes rrjetit ton, përmes kompanive të cilët janë pjesë e këtij rrjeti, ne i mundsojmë bashkë me stafin që është në themin Gjermani që të vim shumë më shpejt në kontakt në mënyrë shumë më efikase, po pse edhe mos të mbyllet një kontratë mes dy këtyre kompanive. Dhe kjo pak a shumë do ndodh edhe në eventin që do na mbahet. Qëllimi është që kjo të ndodh këtu, domethënë ne kemi filluar me kampanjën në rrjetet sociale që i kemi, edhe gjithashtu edhe televizionet lokale të vendit tonë. Një pozitive e gjithë kësaj është se çdo reklam, themi, apo çdo informacion që qarkullon në rrjetet sociale të ABSL Macedonia, qarkullon në gjithë rrjetin e ABSL International. Domethënë, çdo që ne promovojmë këtu, e njëjta promovohet në gjithë Europën, gjithsesi çdo informacion që ne e lëshojmë për mediat, e njëjta qarkullon. Është një tip. Për shembull, nëse një kompani bëhet pjesëtar i rrjetit tonë, domethënë ajo kompani lexohet nga gjithë rrjeti i kompanive që janë pjesë e ABSL. Me një shtrirje kaq të gjerë në le të themi gjitha shtetet e Europës, po tash synoni edhe më tutje, po ashtu edhe me këtë qasjen që thua ndryshe nga organizatat e tjera, si tip ndërmjetësi, besoj janë treguar të rezultate të suksesshme apo të rjetizimit deri më tani, si e shohim? E shohim në nivel të kënaqshëm. Po, rezultatet e suksesshme janë treguar për arsye se ne kemi, domethënë, nga puna që është bërë në gjithë flas nivel internacional, është arritur që organizata ABSL të ketë qasje edhe në forumin ekonomik botror, që mbahet në Davos, që para ca kohe ishin gjithë këto liderët botror edhe kompanitë e ndryshme. Dhe në këtë forum marrim pjesë, domethënë ne kemi qasje që t'i ofrojmë pjesëtarëve të rrjetit tonë të marrin pjesë po pan interes për punët e tyre që i kanë. Flasim për sferën e biznesit dhe sferën profesionale.
Dhe këte vit ishin një numër i konsiderueshëm i kompanive të gjithë Europës, dhe më thonë, bazë të rrjetit internacional që ka IBSL, pati pjesëmarrës në Davos gjithashtu, që është shumë sukses i madh për arsye se jo shumë kompani mund të kenë qasje direkte atje për arsye se procedurat, protokollet për të marrë pjesë atje janë pak të vështira, nuk janë shumë të lehta. Dhe në atë aspekt, nëse flasim për kështu qasje në këto gjanat pak më të mëdha, themi, për ndryshe bashkëpunimet vogla ose bashkëpunimet tjera të cilët kanë ndodhur mes kompanive të rrjetit janë panumërta. Është një databazë me dikute më shumë se 20 milion njerëz profesionist të fushave të ndryshme, që janë pjesë e rrjetit, një numër i madh i kompanive, domethënë duke shkuar deri te kompanitë e mëdha si Google, si Tesla, si Amazon, e kështu me radhë, domethënë në eventet të cilët ne organizojmë, flas gjithmonë internationally, domethënë në vendet tjera të Europës që janë organizuar, ka pasur kompani të këtij kalibri. Ne në Maqedoni synojmë që ta mbrijmë një nivel që spako kompani që janë më të mëdha këtu, të jenë pjesë e këtij rrjeti dhe aty të shkëmbehen gjithë mundësitë e bashkëpunimit, qofshin ata për mbarvajtjet punës apo rritjet biznesit apo për shkëmbim të idejave, shkëmbim të njohurive të ndryshme të reja e kështu me radhë. Besoj nga hulumtimi, sepse besoj që keni bërë ato hulumtimet hulumtimet në treg. Kemi raportin, ne si produkt, domethënë për momentin e kemi një raport i cili çdo shtet e ka për detyrë që ta bëjë raportin për shtetin e vet dhe pastaj bëhet raporti i për gjithë Europën, i cili është i qasshëm në për sajtet e ABSL, ku aty shifen ka shumë të dhëna, domethënë mbi punësimet, ka të dhëna mbi rritjen ekonomike, deficitet e ndryshme apo defektet e ndryshme apo mundësitë se si mund të përmirësohen gjëra, domethënë është një raport shumë i madh dhe shumë kompani e marrin këtë raport për arsye se kjo është një lloj ke kompani për shembull që merren vetëm me bërjen e raporteve, që ti për shembull i paguën që të bëjnë një hulumtim dhe të ta sjellin që ti të shohësh si ta adaptosh strategjinë e biznesit tënd që ke. Ne këtë raport e prodhojmë, domethënë bazë të analizave dhe hulumtimeve që ne bëjmë me anë të mekanizmave që kemi, bashkëpunimit të rrjetit të antarëve që kemi në rrjet. Dhe organizata funksionon në mënyrë, ka dy forma, kemi formën është organizatë jo përfitimpruese dhe funksionon në formën ku kemi antarësinë e kompanive të ndryshme, disa paketa janë aty, dhe kemi pjesën e sponsorave të cilët gjithashtu janë kompani, po janë me një paket tjetër që mbulojnë domethënë aktivitetet që ne i bëjmë. Kemi përkrahjen e SIDA, që është organizata e Suedisë, domethënë që na përkrah shumë, është HELP, është Helvetas, aktivitetet ndryshme që i ka përkrah dhe Reconomy program, që janë organizata botërore të cilët ndihmojnë në zhvillimin e këtyre rrjetizimeve të ndryshme. Këta organizata që i përmenda, domethënë, janë organizata të cilët drejt për drejt i kanë ndihmuar ABSL në përgjithësi, po edhe këtu në Maqedoni, domethënë. Vlen të theksohet fakti se këto organizata gjithmonë shohin të ndihmojnë të ngritet vetdia për rritjet efikasitetit biznesit apo njerëzve profesional të cilët duan, domethënë, që t'i çojnë kompanitë e tyre përpara. Dhe ata na kanë ndihmuar shumë, gjithashtu edhe ABSL tjerë që janë në për shtetet tjera na ndihmojnë kur vjen puna që të organizojmë diçka, dhe pastaj ne u kthejmë kur ata bëjnë organizime të ndryshme. Për shembull, pat një organizim në Sarajevo, i cili ishte një organizim fenomenal, organizim shumë i mirë, ku ne ishim pjesë atje dhe kish kompani shumë të mëdha botërore, gjithashtu ka pas organizime të shumta në Shqipëri, në Tiranë, disa qytete të Shqipërisë, themi, pastaj ka pas organizime në Kosovë, në Prishtinë, në Prizren e kështu me radhë, dhe shtetet tjera mos i përmendi të gjitha, ku qëllimi ka qenë, domethënë, gjithë kjo që e përmenda, por e kemi mundësinë që ne ta adaptojmë eventin për kushtet në cilët shteti jonë gjendet, se për shembull, po.
besoj, me sa kemi edhe keni analizuar edhe hulumtimet e juaja dhe gjithçka, kemi potencial të mjaftueshëm edhe tek ne, po ashtu edhe nevojë të domosdoshme ndoshta të zhvillohemi më tepër në këtë aspekt. Po, shumë e saktë, ne potencial kemi shumë, domethënë ne kemi të rinj të cilët punojnë për kompani shumë të fuqishme, potenciali është shumë, po neve na duhet një tip platforme e cila e ekspozon këtë potencial përkundrejt tregut dhe kërkesave të cilët janë aktuale. Dhe ABSL është kjo platforma e cila e akseleron, e shpërshpejton gjithë këtë proces dhe vjen pa ata të cilët janë profesional dhe janë shumë të mirë në sferën e vet, me ca kompani të mëdha të cilët e kërkojnë po atë shërbim. Dhe ne mund ta bëjmë, domethënë mund ta luajmë këtë vendin ku takohet oferta dhe kërkesa dhe shumë efikase drejt qëllimit që këtë dy palë mund të kenë. E kemi edhe, më falë se ndërpres, e kemi edhe këte, domethënë si vlerë dhe si mundësi që kompanive t'ua lehtësojmë komunikimin, t'ua ndihmojmë domethënë në mënyrë shumë efikase, gjithashtu nëse ka nevojë të komunikojmë edhe me shtetin aktual ku ndodhet kjo organizatë, themi, dhe të mundohemi të ndihmojmë, domethënë ta luajmë pak avokatin e ke parasysh për bizneset, për nevojat e biznesit, në komunikim drejt për drejt me strukturat shtetërore që vendi të ecë përpara. Kjo është qëllimi, ideja e organizatës dhe misioni, vizioni këto janë. Patëm interesim të kompanive, flasim, që të jenë prezente tash tek Global Digital City në fund të shkurtit këtu tek ne? Po, kemi antarësia sa vjen e rritet, domethënë çdo moment kemi antarësi kompani të reja të cilët bëhen antar të asaj, ne përmes rrjeteve tona sociale që i kemi i postojmë gjithë këto përditësime, update-a si duhet quhet, domethënë që kompanitë ta shohin, kemi kompani të mëdha që tu për efekt nuk do i përmendim me emër, do i kemi gjithë të postuara në rrjetet tona, kompanitë të cilët janë globale dhe kanë qendra në Maqedoni, ata me automatizëm janë pjesë e rrjetit tonë. Domethënë kompani me 2-3 mijë të punësuar e kështu me radhë. Edhe tash vetdijet e kompanitë lokale ne po punojmë në atë aspekt. Ne si event fillestare patëm një event në 30 qershor të vitit 2025, e cila u mbajt te lokacioni i TV21-shit Co-working Space, ku ishte një event super elegant, morën pjesë shumë kompani dhe njerëz profesionist. Aty se formati i eventit nuk është format proaktiv. Në ndërkohë ke një skenë ku zhvillohen debate, ligjërata të ndryshme për një temë të caktuar, në një pjesë tjetër ke një pjesë ku kompanitë i kanë shtruar domethënë shtandet e veta ku bëjnë prezantimin e produkteve, shërbimeve të tyre. Një kompani tjetër, një hapësirë tjetër është me disa punëtori, themi, apo workshops, ku studentët mund të bëjnë një tip matchmaking me kompani dhe kërkesat e tyre. Do thonë, është në më shumë momente, nuk është një kuadër dhe zhvillohet gjithçka këtu, ke 2-3 mini evente brenda eventit, domethënë ti si profesionist shkon, flet me kompanitë, bisedon me shef, e çon CV-n tënd, ndron kontaktet, pastaj bëhesh pjesë e një debati që bisedohet për AI ose për teknologjitë e reja kështu me radhë. Pastaj nëse je kompani, je dikund te një cep tjetër që ne e përcaktojmë duke nënshkruar një kontratë me një kompani tjetër që është aty. Kështu që është interaktiv, është shumë proaktiv në atë aspekt dhe prandaj thash se ka shumë ndryshim nga kompanitë, nga organizatat klasike të cilët maksimumi që bëjnë është ta lëshojnë një listë me kontakte dhe ti pastaj duhet vetë punën ta bësh. Domethënë e lehtëson shumë punën në atë aspekt. Ka ndonjë tip apo lloj aplikimi, procesi, apo është i hapur për çdo që do të marrë pjesë? Ka një aplikim. Flas më shumë pyes tash për eventin. Për eventin, po edhe për eventin, po pyes më shumë ndoshta për studentët apo për të rinj që duan të jenë pjesë e kompanive. Tashi, ne me që është eventi i parë, zakonisht eventet që organizon ABSL-i janë eventet mbyllura. Domethënë nuk është event zakonisht flas. Nëpër Europë janë eventet mbyllura. Participimi është i kontrolluar, qasja brenda është e kontrolluar,
nuk është e lirë, domethënë kushton, ndërsa ne këtu, si event të parë që kemi më të madh, normal kemi formën e aplikimit tonë, që mund të gjendet tek website-i që kemi ne, absl.mk, gjithashtu te rrjetet sociale që i kemi ne, gjithashtu është edhe forma apo mënyra aplikimit të kompanive që duan të jenë pjesë e kësaj. Do të thonë se ju rezervohet një vend ku ata do vinë do bëjnë promovimin e tyre. Gjithashtu kemi edhe një vend për ata të cilët do marrin pjesë si pjesëmarrës si folës, gjithsesi si ligjërues për temat që do i kemi të strukturuara aty. Aty do kemi njerëz nga sfera e biznesit, do kemi institucione të ftuara, pse jo dhe ambasada. Kemi ca paralajmërime që së shpejti do t'i nxjerrim se kush do jetë pjesëmarrës e kështu me radhë, dhe gjithë këto do përkushtohen drejt qëllimit të kësaj që tham, rjetizimit, efikasitetit dhe bashkimi i ofertës me kërkesën, që gjithçka të shkojë përpara në mënyrë efikase. Sa i përket, le themi, punonjësve potencial, apo ata që duan të punësojnë të këto kompani, ka limit moshe, ka limit, le themi, ndoshta nëse janë student apo jo, si shkon aplikimi? Çfarë ndodh? Te kompanitë që merren me outsourcing gjithsesi me teknologjinë informative, japin shërbime të kësaj fushë, zakonisht nuk ka ndonjë limit të prerë të moshës. Më më rëndësi është çfarë eksperiencë kanë, çfarë aftësish kanë, për çfarë pozitash aplikojnë dhe a janë mundësi që ta performojnë atë punë që ju jepet. Normal tash popullata jonë, njerëzit tonë zakonisht trit janë më shumë domethënë të aftë për këtë punë, po pse jo edhe njerëzit që mund të jenë pak në moshë, po kanë bën ndonjë eksperiencë të tillë. Në kohën e sotme mosha nuk është më kriter nëse ti je i aftë për punë ose jo. Është aftësia që ti ke. Nëse ti ke një aftësi dhe ajo aftësia jote kërkohet, ti e bën punën nga shtëpia, nuk ke patjetër ti je kërkohen profesionist të fushave, as që ti e bën, limite të tjera nuk ka. Bëhet fjalë për punë nga shtëpia, po mund kemi edhe kompani me lokacione fizike këtu. Po, kemi kompani me lokacione fizike, kemi edhe punë nga shtëpia, tash nga para disa viteve kur ish Covidi u promovua shumë pjesa e punës nga shtëpia, po nuk do me thonë që është ajo prioritare. Tu me rëndësi është çdo kompani ka ato standardet e veta dhe çdo kompani për shembull e preferon formën se si mund të bëhet puna ose të kryhet puna. Ka dhe kompani që nuk e tolerojnë pjesën e remote për arsye të kushteve me të cilët punojnë. Ajo nuk është ndonjë problem apo ndonjë kriter të themi në këtë moment. Këtu shumë me rëndësi është domethënë profesionistët të gjejnë vendin e duhur dhe ata kompani, ata lider të kompanive që kërkojnë një forcë punëtore me potencial të madh, ta gjejnë të njëjtën. Domethënë ne bëjmë atë matching themi, atë takimin mes dy këtyre kërkesave dhe mbas asaj pastaj ne mbas asaj mbajmë evidenca, domethënë si organizat, sepse qasje në për këto evente kanë ata që janë antarë të kompanisë të organizatës tonë. Gjithashtu do bëjmë edhe evente tjera ku do jetë e lirë, domethënë pjesëmarrja, po do jetë karakteri do jetë pak më ndryshe, domethënë do jetë më social. Do kemi projekte të ndryshme domethënë që prekin edhe sfera të tjera shoqërore, jo vetëm pjesën e biznesit, po ideja këtu është që t'i ofrohet domethënë potencialit ne që kemi këtu, t'i ofrohet një mundësi e cila domethënë mund të jetë shumë fitimpruese, në shumë aspekte, jo vetëm aspekti material, po edhe aspekti zhvillimor, që një i ri për shembull të mësoj teknologji të reja, të ketë një njohuri më të madhe, sepse që vetëm le të themi i njohjeve apo kontaktit edhe ajo mund të jetë një nga pikat. Kontakti është gjë shumë e rëndësishme për arsye se nëse ke kontakte të mira të shëndosha, mund zhvillosh gjithçka. Është shumë e rëndësi kontakti të jetë shumë i shëndosh dhe ne mënyra se si i pranojmë antarët e ri është se gjithashtu bëjmë edhe background check, gjithashtu bëjmë edhe domethënë kemi një lloj protokolli, një lloj sistemi se si i pranojmë antarët e ri dhe pastaj kemi një databazë shumë të shëndosh e cila
domethënë është shumë efikase për të bërë atë matching mes dy kompanive apo dy profesionistëve kështu me radhë. Efekte evente të njëjtës natyre, apo të tilla lloje, do kemi pas kësaj konference? Po, evente të kësaj natyre do kemi, pasi të kryhet eventi diku nga pranvera, ende nuk e kemi caktuar datën, do kemi një tjetër meet-up, quhet meet-up event, ku ai event do jetë event i cili do bëhet mes kompanive që janë anëtare të organizatës. Do ketë edhe ca kompani nga jashtë që do vinë, domethënë disa kompani, parasysh se ne çfarë bëjmë, e kemi listën anëtarësive që ashtu, i dim gjithë kompanitë që ne i kemi aty, bëjmë një analizë dhe shohim, bisedojmë, bëjmë prezantime, mbledhje të ndryshme të vogla të cilat ndodhin domethënë te zyrat tona ose te zyrat e kompanive, që ne të kuptojmë se çfarë interesi kanë ata dhe ne mbas atyre statistikave ftojmë ata kompani që na interesojnë këtu. E ke parasysh dhe ne nëse shohim se shumica e kompanive duan të kenë domethënë një kompani specifike si Misafyr, ne e bëjmë të mundur atë. Me anë të rjetit tonë që kemi, i ftojmë ata dhe ata vinë këtu dhe kompani që janë pjesëtarë ose antarë të organizatës tonë direkt mund të komunikojnë me ata, mund të lidhin kontrata e kështu me radhë. Sepse po afrohemi në fundit të bisedës, edhe pse besoj ka shumë informacione që mund t'i ndajmë, përmendë edhe folës, do kemi edhe folës të pranishëm, apo jo? Dua të di pak edhe në këtë pikë se çfarë do ndëgjojmë nga këta folës. Çfarë do ndëgjojmë? Temat të cilët ne do t'i diskutojmë aty do jenë temat mbi digitalizimin, mbi profesionalizmin, mbi AI, teknologjitë e reja dhe disa gjëra tjera që ndodhin në tregjet europiane. Dhe aty do kemi të ftuar njerëz kompetent për këta lloj temash. Gjithashtu nuk e përjashtojmë mundësinë që të kemi njerëz edhe nga institucionet përkatëse që i takojnë domethënë shtetit tonë, mbase Ministrinë e Transformimit Digital ose Agjencioni për Investimet Huaja, parasysh se Harovat Aceki në organizat ka hapësirë dhe ka shumë antarë të cilët janë edhe investitorë. Domethënë nuk është vetëm pjesa e profesionistëve dhe kompanive, po kemi edhe investitorë të cilët janë pjesë e organizatës. Parasysh se ka shumë programe të ndryshme të cilët organizohen ku investitorë të ndryshëm i selektojnë disa biznes plane apo disa ide dhe ata i financojnë. Dhe ne në portfolion apo në listën e antarëve tonë kemi edhe investitorë dhe është shumë interesante për arsye se edhe investitorët janë çfarë ndodh në këto evente. Gjithkush që vjen këtu, pavarësisht të postit, pozitës apo kompanisë që vjen, dyqysh barazohet me gjithëkënd. Domethënë një student me një CEO ka qasje direkte, domethënë nuk do të mbush një aplikacion që të shkoj të takohet me atë, thjesht i afrohet i thotë jam student, ju jeni kësaj, domethënë është shumë interaktive, shumë proaktive qasja dhe ta lehtëson mbritjen drejt qëllimit, domethënë dhe është shumë më rëndësi kur ke një vend ku ke investitor, kompani dhe student ose profesionist të del diçka e bukur, për arsye se ata aty e kanë një pozitë të barabartë themi dhe në varësi të kreativitetit dhe aftësive tyre të komunikimit, ata mund të ndryshojnë vetes jetën për 180 shkallë. Domethënë kjo është ai proaktiviteti dhe diferenca që bën ABSL me organizata të tjera. Gjyqë shpresojmë të ndodhje, të ketë sa më shumë të pranishëm që vetëm do ecin tutje dhe do kemë do arrijnë suksese. Unë falenderoj shumë Blerim që gjete kohë dhe mundësi të jesh sot me ne. Edhe për gjithë të interesuarit edhe një herë me datë 25 dhe 26 shkurt në hapësirat e Universitetit të Europës Juglindore në Tetov do na mbahet eventi Global Digital City. Për më shumë informacioni kemi rrjetet sociale të absl.mk ku i nxjerrim gjitha postimet për çdo përditësim që bëhet. Dhe aty gjithkush i interesuar mund ta shohë formën se si mund na kontaktojnë neve, si mund bëhet pjesë e kësaj e kështu me radhë. Pastaj kemi edhe stafin tonë i cili në momentin që dikush paraqitet e merr e udhëzon për gjithë rrugën që do ta kaloj për të bërë pjesë e kësaj. Atëherë neve në angelët të ju urojmë vetëm suksese juve dhe gjithkujt që do jetë prezent. Falenderoj edhe një herë dhe uroj që ritakohemi për të tjera evente suksese. Shumë faleminderit gjithashtu ju. Faleminderit. E tash të dashur, erdhi koha t'ju përshëndes unë edhe për sot, duke ju uruar një pasdite dhe një fundjavë sa më të këndshme, ne rishihemi sërish të hënën në të njëjtën orë. Mirëmbëjtje.